Ju pyeta për emrin e zotit Gjokutaj, pasi ditën e sotme ka qenë edhe një vendim tjetër, pasi kryeministri ka zhdukur edhe termin incinerator me VKM, nuk pranohet të përmendet më në për dokumenta, duke e trajtuar atë si menaxhim të integruar të mbetjeve, me justifikimin që të ketë një parafrim me Bashkimin Evropian për sa i përket ligjeve, por jo vetëm. A mendohet që tashmë edhe me heqjen e emrit incinerim nga incineratori inekzistent i Tiranës, mund ta zhbëj krimin? Jo, Bledi, shiko, kryeministri duhet të bëj këtë. Kryeministri mund ta heqë emrin incinerator, po së pari duhet të kthej parat. Sepse parat janë marrë me emrin e incineratorit, jo me menaxhimin e integruar të mbetjeve. Të kthej parat mbrapsht tek shtetasit shqiptar, te shteti shqiptar, dhe pastaj t'ia vër emrin edhe Haxhi, po deshi, e kupton? Por i gjithë problemi është që nuk është problemi terminologjik, ky është një problem i korrupsioni shtetëror, e kupton, që ky do të fshihet pas emrit. Shikoni, ju e dini që të ndrosh emrin apo mbiemrin, ja ndodhi me Irena Gjokën, po ke plot njerëz në kërkim, që ka nga 2-3 emra, 4 emra. Ai që hyn në burg një person është. Prandaj, daç incinerator, daç menaxhim mbetje, integruar mbetjesh, daç një tjetër emërtim, Hajdut ish aty. Pra është njëjti Hajdut, janë të njëjtat para që janë hequr, e kupton, ekonomisë shqiptare, kështu që këto janë për mua e para njëri, nuk janë jo serioze, për të mos thënë karagjoze, sepse këtu nuk qëndron problemi tek forma dhe tek titullimi i një institucioni, apo një terminologjie të caktuar, këtu kemi të bëjmë me një veprim kriminal, me një vepër penale të pahetuar, dhe e theksoj këtë, me dashje e pahetuar, dhe këtu nuk flitet më se ne pas ka pasur faj në emri, edhe tashti me ndërimin e emrit nuk do ketë më vjedhje. Ore, jo, kuptoni se sa tallëse është kjo? Nuk ka më fyese për opinionin publik, se ti thua që do ndrojmë emrin dhe s'do ketë më vjedhje. Pra, ç'të të them, do ndrojmë drejtorin e ujësjellësit edhe do të vi uji. Pra nuk do të ketë më mungesa të furnizimit me ujë. Gjokutaj thatë me dashje pa hetuar. Pse nuk është hetuar sipas jush kjo dosje? Sa lart shkon kjo dosje më saktë, nëse hetohet? Jo larg, ajo shkon larg. Ajo shkon para, shkon mbrapa, shkon anash, shkon majtas djathtas, shkon lart poshtë, është oktapodi më i madh që ka mbërthyer çdo qelizë të shoqërisë shqiptare, duke filluar nga mediat, nga drejtësia, nga çdo sektor. Edhe nuk është hetuar sepse ju do të dini një gjë, krimi, vjedhjet shtetërore dhe vrasjet shtetërore gjithmonë mbeten të pazbuluara. Gjithmonë mbeten të pazbuluara, po thoni që këta krime ka bërë vetë shteti, kryeministri Edi Rama? Po patjetër. Si mund të hetoj një mekanizëm mbi të cilin ka vjedhur parat dhe janë bler 3 palëzjedhje. Janë bler 3 palëzjedhje, Bledi, me atë incinerator. Çfarë do hetoj? Do hetoj që parat inceneratorit i kanë dhënë pushtetin. Pra, ata kanë të qartë që hetimi objektiv i çështjes i çon jo te ata, i çon tek vetja. Edhe kjo është arsyeja që inceneratorët kanë qenë një patate nxehtë, të cilën se ka prekur kush me dorë në spak, dhe nuk ka për ta prekur sa të kohë jetë kjo maxhorancë dhe ky kryeministër në pushtet.